Tensionet mes Gjesti dhe Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP kanë arritur një tjetër pikë të lartë, me këngëtarin nga Peja që hodhi akuza të rënda ndaj produksionit të spektaklit dhe mënyrës se si po menaxhojnë situatat brenda shtëpisë. Tensioni mes tyre vjen pas rikthimit të Eglit në Big Brother VIP, pasi ajo doli, qëndroi 9 ditë jashtë dhe pastaj u rikthye e mbushur me informata të reja. Pas rikthimit, Egli nisi të sulmonte Gjestin, ndonse para daljes ajo linte kokën për të. Pas përplasjes që patën gjatë spektaklit të së martës, Gjesti dhe Egli u përballën sërish në një debat të ashpër, këtë herë të ndezur nga publikimi i disa videove që sipas Gjesti janë shfaqur pa dijenin e tij dhe në një mënyrë që ai e konsideron të padrejtë. Me mua boll jetall, boll më. Nuk ta lejoj, ju drejtua ai Eglit, i cili po qëndronte në kuzhinë duke u marrë me punët e tij. Të irrituar nga situata, Gjesti vazhdoi akuzat e tij duke thënë, si produksioni i njëjtë. E dyta herë që po i publikon video që nuk i di unë, si atje hile si këtu hile. E shikojmë. Duket se kjo nuk është hera e parë që ai ndjen se produksioni e ka vendosur në një pozitë të vështirë dhe se videot e publikuara janë manipuluar për të krijuar një imazh të caktuar për të. Ai nuk u ndal vetëm me Eglin, por i shënjestroi edhe organizatorët e programit duke i akuzuar se po e përdorin për të krijuar situata të favorshme për banorët e tjerë. Dini vetë keq me siguri jashtë dhe vini të më gjuani mua, ti i ke pasur fajet. Ti e fajtor për çdo lot, vijoj ai me ton të lartë, duke lënë të kuptohet se ai e ndjen veten si viktim të një skenari të mirë organizuar nga produksioni. Në kulmin e zemërimit të tij, ai e sfidoi hapur Eglin dhe produksionin, shkomeri shokët e tu, edhe produksionin se edhe këta të njëjtë janë dhe eja e më njollosni. Përplasja mes tyre vjen pas rikthimit të Eglit, ku dhe raportin e bëri të luhatshëm mes saj dhe Gjestit ku shpesh kanë pasur debate dhe mosmarrëveshje për çështje pëlqimi dhe dashurie. A do të ketë një reagim nga produksioni për këto akuza të forta? A është vërtet Gjesti viktime një strategjie të produksionit, apo është thjesht një perceptim i tij? Këto mbeten për të parë në vijim të këtij Big Brother VIP të shumë përfolur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!